Leonora Jakupi në qendër të polemikave. Kërkohet largimi i saj nga karrikja e opinionistes. Një studi reagimesh ka shpërthyer rreth rolit të Leonora Jakupit si opinioniste në edicionin aktual të Big Brother VIP Kosova. Këtë herë kritikat nuk vijnë nga publiku i zakonshëm, por nga një emër i njohur i ekranit dhe analizës televizive, Gjeneta Fetahu. Përmes një reagimi të drejtpërdrejtë në Insta Story, Gjeneta ka shprehur hapur pa kënaqësinë e saj të fortë, duke lënë të kuptohet se mënyra se si po trajtohen debatet dhe komentet brenda spektaklit ka humbur thelbin. Edhe pse nuk e përmendi drejtpërdrejtë emrin e Leonora Jakupit, mesazhi i saj u lexua qartë si një goditje e drejtpërdrejtë ndaj opinionistes së këtij sezoni. Sipas Fetahut, mungesa e artikulimit dhe qartësisë në opinione që po jepen po e zbes seriozitetin e debatit dhe po ja heq vlerën analizës televizive. Ajo nënvizoi se kur një opinion nuk është i strukturuar dhe i menduar mirë, diskutimi shndërrohet në zhurmë dhe humbet funksionin e tij për publikun. Por kritika nuk u ndal me kaq. Në të njëjtin reagim, Gjeneta solli në vëmendje Valdrin Sahitin, stilistin e njohur që u shfaq vetëm për një ditë si opinionist zëvendësues në Big Brother VIP. Sipas saj, prezenca e Sahitit u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku dhe solli një frymë të re në analizën e lojës dhe sjelljes së banorëve. Ajo la të hapur idenë se rikthimi i tij në panel do të ishte një zgjedhje e duhur dhe e nevojshme për spektaklin, duke nënkuptuar qartë se ndryshimi i karrigjes së opinionistit mund të jetë i pashmangshëm. Deklarata e Gjenetës nuk kaloi pa u vënë re. Përkundrazi, ajo ndezi menjëherë rrjetet sociale, ku komentet u ndan mes atyre që mbështesin kritikat e saj dhe atyre që dalin në mbrojtje të Leonora Jakupi. Debati u kthye në temë kryesore, duke e vënë opinionisten në një pozitë të vështirë publike. Pesha e këtij reagimi bëhet edhe më e madhe nga fakti se Gjeneta Fetahu vetë është opinioniste këtë sezon në emisionin Big Talk Kosova, ku së bashku me Vlorian Halilin analizon çdo javë dinamika dhe strategjitë e lojës së Big Brother VIP Kosova. Kjo e bën deklaratën e saj jo thjesht një mendim personal, por një qëndrim profesional që trazon balancat e spektaklit. Ndërkohë, përveç Leonora Jakupit, në panelin e opinionistëve këtë sezon është rikthyer edhe aktoria e njohur Olta Gigjari, e cila sill këndvështrimin e saj mbi marrëdhëniet, konfliktet dhe zhvillimet brenda shtëpisë. Tashmë mbetet për tu parë nëse ky reagim do të sjellë ndryshime reale në panel, apo nëse karrigia e opinionistes së Leonora Jakupit do të vazhdojë të mbetet në qendër të polemikave. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe doni të ndiqni edhe lajme të tjera ekskluzive nga Showbizi shqiptar, mos harroni të bëni subscribe, të lini një pëlqim dhe të aktivizoni zilen e njoftimeve. Na tregoni në komente çfarë mendoni ju për këtë histori. Videoja tjetër po vjen shumë shpejt, qëndroni me ne.